Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohen 7 emrat që do të jenë pjesë e Bigut në Shqipëri këtë edicion. Thashethemet dhe spekullimet për personazhet që do të jenë pjesë e edicionit të 5 të Bigut në Shqipëri po shtohen në rrjetet sociale, ndërsa ka nisur të qarkullojnë 7 emra të njohur që thuhet se do t'i bashkohen formatit. Sezoni i ri pritet të nisë rreth mesit të dhjetorit dhe publiku është në pritje të zbulimit të emrave që do t'i bashkohen shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Sipas burimeve të ndryshme në media, 7 emrat e parë që pritet të jenë pjesë e kastit të banorëve janë Kristi Lamaj, Hilda Kërtalli, këngëtarja Lore, Kleoniki Del Giorgi, Kostana Morava, Rene Refo, Vitmar Basha. Ky publikim i emrave ndonë se ende i pa konfirmuar zyrtarisht nga produksioni tregon qartë se pritshmëritë e publikut janë të larta dhe se Bigu pritet të sjellë personazhe nga fusha të ndryshme të showbizit dhe medias. Sa i përket moderimit nuk është ende e konfirmuar nëse do t'i besohet sërish Ledion Liços.